me majtë për pjesëmarrjen e demonstrata. Kisha lënë ushtrin pa e kry, dhe në anën tjetër isha pjesëtari një organizate ilegale dhe nuk i kisha të qartë çka është ky problem, pse erdhe. Nuk e disha edhe në marë për ushtri. Kishin 3 arsye pse vinin. Dhe bëhet me thënë komendu gjithmonë që nuk është e mirë dhe nuk e kisha kurqysh të dëshrueshme që të burgosen mesin e të parëve, sepse mundësitë të spekulimeve pastaj ishin të ndryshme. Dhe ju vendosët të atisë. Dhe e kam bërë një veprim avanturesk që veç në filma mundet mendoj. Në thot, jam vesh, i kam marrë qeltat e veturës, dhe nga kati tret, e kam hapë dritarën nga ndaj, me kujdes, sepse unë kam banu në katin e tret dhe banesa ime s'ka pas balkon, e kam dalë nga dritarja ime në balkonin me komshiut serb. Dhe tani jam shumë balkonin e katit 2 dhe nga katit 2 në të parën dhe kam këcy. Për mos me spjegu detajet e tjera se është dhe kam marrë makinën, kam shku drejt dhe i kam telefonu Gjabir Morinës dhe Ilmir Eqis. Tek Gjabiri, nuk e dhja me kenë po flasë, me ndoha që po flasë me Agronin, vlajnë e Gjabirit, ma vonë kam marrë vesh që kisha pas full me diken tut besati, sepse veç kishin shku për ta marrë dhe Gjabirin, besa te Ilmir Eqisa fola me vlajnë e ti dhe me shenjat që i kishim me mënyrën e komunikimit kuptova që edhe Ilmin e kishin marrë. Tu që unë në kuptu që janë bërë arrestime. Unë kisha një shok dhe u futa u strehova të e një Faragit Baktirin nga Dobroja e Madhe. Nëse mund të kalojmë pak më shpejt ka pasi që kemi udhëtim s'ka tjetër. Pastaj po e lëm këtë histori, me rrethuan këtu në 7-9 në aktash. Në momentin që unë kam dalë me marrë një kontakt që i kishim lënë, me rrethuan, u pat përplasje me armë në një rrugicë këtu të aktashit, dhe unë u ika nga kur gjuan të me armë? Udba ka gjujt, ka qenë aty Gjavit Kuqi, i Bush Klokoqi, Bashkim Qerkini, i cili ka meti plagosën, dhe ma vonë mas janë burgos në Itali dhe në Gjermani për të, se unë kanë burgosë 2 orë atje me kërkes të Jugoslavisë për të më këthyë këtu. Kam marrë vesh kush është plagos dhe si është plagos. Dhe kam ikë pastaj në një fshat 2